treguar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka rrëfyer për një burr të një populli të mëparshëm që i kishte vrarë 99 veta. Edhe i lindi dëshira për të bërë tauba. Pyeti njerëzit për njeriu më të ditur mbi faqen e tokë, ndoshta me pyet nëse i pranohet tauba apo jo. I treguan një besimtar adhurues. Edhe shkon dhe e pyeti këtë adhuruesin. Po që s'kishe dije, merrej me adhurim, me ibadet, po nuk kishe dituri. I tha, innehu qatala 99 nafsan, fa hal lahu min tauba? Tha, i kam vrarë 99 veta. A më pranohet taubja? Ky tha, jo, nuk pranohet. E vrau edhe këtë, edhe i bëri 100 veta. Ky foli pa dije, ky adhurues foli pa dije, por dëmtoi edhe veten. Shpesh herë ata që flasin pa dije mbi çështjet e fesë, dëmtojnë veten, dëmtojnë dhe të tjerët. Veten e çojnë në humbje dhe njerëzit i dëmtojnë dhe i çojnë në humbje dhe sjellin pasoja. Por dëshira këtij njeriu që kishte vrarë 100 veta për të bërë tauba sa vinte dhe i shtohej. Edhe pyeti përsëri an a'lami ahli al-ardi, për njeriu më të ditur mbi faqen e dhëut. I treguan për një dietar. Shkon ky dietari dhe i thot, i kam vrarë 100 veta. Am pranohet taubja? Tha o ma yahulu bainaka wa bain at-tauba. Tha nuk ka gjë që mund të pengoj ty të pendohesh. Pra, taubja jote mund pranohet, por duhet shkosh në filon vend ku ka njerëz të mirë dhe të adhurosh Allahun me ta, sepse ti je në një vend të keq. Vend keq, domethënë vend ku ka njerëz të këqij. Atëherë ka vende me njerëz të mirë, ka edhe vende me njerëz të këqij, se ka njerëz që nuk e pranojnë këtë lloj ndarje. Ka njerëz që nuk e pranojnë këtë lloj ndarje dhe thonë që një gjallë vendet janë gjitha njësoj. Kjo s'është e vërtetë. Ka vende ku ka njerëz të mirë apo ka shumë njerëz të mirë dhe ka vende ku ka njerëz të këqij. Dhe besimtari duhet të zgjedhë të jetojë vetë me familjen e tij dhe me fëmijët e tij në një vend ku ka njerëz të mirë që të ruaj fenë. E mësoi ky që mund të pranohet tauba, ky kishte dëshirë të madhe që të pendohej, edhe u nis më një herë, pa humbur kohë. U nis drejt vendit të njerëzve të mirë. Por kur arriti në gjysmë të rrugës, i erdhi vdekja. Qala fakhtasamat fihi malaikatu ar-rahma wa malaikatu al-'adhab. Po zbritën do t'ja marrë shpirtin edhe me lajket e mëshirës edhe me lajket e dënimit. Edhe lindi një grindje, një diskutim mes tyre se kush do t'ja merrte shpirtin, me lajket e mëshirës apo me lajket e dënimit. Por Allahu i lartësuar dërgoi një melek në formë njeriu. Qala faj'aluhu bainahum hakama. Dhe e caktuan si gjykues ndërmjet tyre. Do të ndante gjyqin se kush do t'ja merrte shpirtin, me lajket e mëshirës apo me lajket e dënimit. Edhe ai u tha qisu ma bain al-ardaini. Tha mateni distancën mes dy tokave. Edhe do t'ja marrin shpirtin me lajket e tokës nga do t'jetë më afër. Nëse është më afër vendit të njerëzve të mirë, do t'ja marrin shpirtin me lajket e mëshirës. Nëse është më afër vendit të njerëzve të këqij, do t'ja marrin shpirtin me lajket e dënimit. E matën distancën mes dy tokave. Dhe e gjetën vetëm një pëllëmb më afër vendit të njerëzve të mirë. Sipas një transmetimi tjetër, Allahu i lartësuar e frymëzoi tokën, se ai kishte arritur në gjysmë tokës. Allahu e frymëzoi tokën. Fa auha Allahu ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Allahu e frymëzoi tokën që nga ana e njerëzve të këqij të ishte pak më larg dhe nga ana e njerëzve të mirë të kishte, domethënë, të afrohej toka edhe të rezultonte më afër. Sipas një transmetimi tjetër thuhet qala fa na'a bi jasadi. Domethënë megjithëse ishte në agonitë e vdekjes, lëvizi pak me trupin e tij. Ja mundsoi Allahu që të zhvendosej pak me trup, ndërkohë që po masin tokën, edhe rezultoi vetëm një plan nga ana më afër anës së tokës së njerëzve të mirë. Qala fa qabadathu malaikatu ar-rahma, dhe shpirtin ja morën me lajket e mëshirës. Qala fa ghufira lah, dhe Allahu i lartësuar ja fali atij mëkatet. Thuhet në transmetim se me lajket e mëshirës thanë innehu ja'a taiban muqbilan bi qalbihi ila Allah.
Me lajket e mëshirës doshin me ja marrë shpirtin ata dhe thoshin që ky erdhi si i penduar dhe i përkushtuar me zemrën ndaj Allahut të lartësuar, me dëshirë të madhe të bënte tauba dhe të adhuronte Allahun me njerëzit e mirë. Por me lajket e dënimit thanë innehu lem ya'mal khairan qattu, ai s'ka bën kur vepër të mirë, sepse ai ishte mes njerëzve të këqij, edhe ai po shkonte ke njerëzit e mirë që të adhuronte Allahun bashkë me ta. Por Allahu i lartësuar ja pranoi tauben. Lind pyetja: kush ja dha dëshirën këtij në zemër që të bënte tauba? Allahu. Që emri Allahut At-Tawwab do thotë që Allahu ja udhëzon robin të bëjë tauba, Allahu ja bën mbar robit bëjë tauba dhe Allahu ja pranon tauben robit. Njeriu mund të pendohet prej çdo mëkati. Nuk ka mëkat që nuk mund ta falë Zoti nëse robi bën tauba. Dhe ky hadith është argument i qartë për këtë, sepse ka njerëz që thonë nëse njeriu ka bërë padrejti njerëzve, nëse ka vrarë, ka prerë, ka bërë keq, ka falje për to, s'ka tauba. Ose për shembull mund të ketë njerëz që kanë bërë krime, por kanë bërë tauba dhe tani falen namaz. Çfarë thon për ta? Edhe ky shkon në xhami, si mund i falë ti? Si mund ta falë Zoti ata? Sepse nuk e njohin Zotin, nuk e din që Allahu është falës dhe pendim pranues, dhe nuk e din njerëzit që krimi më i madh është që njeriu i vej shok Zotit, të mohoj Zotin, të mohoj punën e Allahut, të flas për Allahun pa dije. Nëse njëri që ka bërë krime dhe bën tauba, ato e fal Allahu i lartësuar, sepse ai ka zemër të mirë, sepse ai ka frikë Zotin, sepse ai kushtohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe nga hadithi mësojmë se vlerën e dijes, njeriu me dije dha përgjigje të saktë, nëse ai që nuk ishte dije dha përgjigje të gabuar. Hadithi, domethënë, gjithashtu tregon se njeriu s'duhet flas në fenë Allahut të lartësuar pa dije. Allahu shpërblet me të mira.